Mori fun. Ardit Gjebrea ndahet me gruan e tij, Ardit Gjebrea dhe Anila Gjebrea, një nga çiftet më të konsoliduara dhe të njohura në skenën mediatike shqiptare, duket se po kalojnë një periudhë krize në marrëdhënien e tyre. Të martuar prej rreth 25 vitesh, Arditi dhe Anila kanë qëndruar larg zhurmave dhe turbulencave publike që shoqërojnë shpesh jetën e personazheve të njohura. Megjithatë, së fundmi ka filluar të flitet për një krizë në martesën e tyre. Diçka e paparë gjatë kësaj periudhe të gjatë bashkëjetese. Dyshimet për një krizë të mundshme në këtë çift janë ngjallur pas një eventi të fundit ku Arditi dhe Anila u pan të ndanë, pa shoqërinë e njëri tjetrit. Kjo sjellje jo e zakonshme për ta ka bërë që publiku të fillojë të mendojë se ndoshta diçka nuk shkon mirë në marrëdhënien e tyre. Është e vërtetë se pas kaq vitesh së bashku, çdo çift mund të përballet me sfida dhe momente të vështira. Ndoshta stresi i punës, ngarkesa e tepërt apo thjesht rutina kanë bërë që Arditi dhe Anila të kenë divergjenca të përkohshme ndërmjet tyre. Sidoqoftë, ata janë një çift i pjekur dhe i konsoliduar. Me një histori të gjatë bashkëjetese është e pritshme që të dinë të menaxhojnë me mençuri dhe mirëkuptim çdo krizë të mundshme që mund t'u dalë para. Pavarësisht situatës aktuale, Arditi dhe Anila kanë ndërtuar një familje të qëndrueshme dhe të respektuar. Ata me siguri do të gjejnë mënyrat për të kapërcyer çdo vështirësi dhe për të ruajtur harmoninë në marrëdhënien e tyre. Është e rëndësishme që publiku të mos nxitojë në gjykime apo të përzihet tepër në jetën private të këtij çifti. Arditi dhe Anila meritojnë respektin dhe privatësinë e duhur për të zgjidhur çdo krizë të mundshme brenda rrethin e tyre familjar. Çfarë mendimi keni ju për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.